Duke numëruar të gjitha mbështetjet financiare që janë në dispozicion të fermerëve, Kryeministri Edi Rama tha se problemi për zhvillimin e sektorit nuk është mungesa e parave, por mungesa e projekteve. Instrumentat janë, është buxheti i shtetit, është Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, është linja e re e financimit e Bankës së Shqipërisë, është agrokrediti, do të shtohet edhe Banka Shqiptare e Zhvillimit. Mi po, përsëri ndodhemi dhe nuk duhet të ndodhemi ende për një kohë gjatë në atë situatën që nuk është më problemi tek paraja, është problemi tek projektet. Nuk është më problemi tek aftësia mbuluese me fonde e projekteve, por është problemi tek mungesa e projekteve. Rama i nxiti fermerët të synojnë cilësinë e produkteve që prodhojnë që të jenë gati edhe për momentin kur Shqipëria të jetë anëtare e Bashkimit Evropian. Janë 4 vjet dhe 4 vjet janë të mjaftueshme për të përgatitur për atë ditë që ajo ditë t'ju gjej gati. T'ju gjej gati për të hedhur hapa të tjerë përpara. Jo për të përballur me një furtunë që t'ju rrëzoj për tokë, pasi nuk i përgjigjeni me standardet e duhura të cilësisë. Ministri i Bujqësisë nga ana tjetër njoftoi se skema e mbështetjes për fermerët do të rishikohet, një kërkesë e hershme e grupeve të interesit. Për këtë qëllim do të nisë edhe një cikël takimesh. Kemi për qëllim të ndërtojmë një marrëdhënie të drejtë për drejtë mes qeverisë dhe gjithë secilit prej jush, pikërisht duke referuar atyre komenteve, ideve dhe kritikave që përmenda më lart, së bashku me ekipin do të jemi në 12 qarqet e vendit për të diskutuar për nevojat, ndryshimet dhe për ta përshtatur atë në realitetin në terren. Gjithashtu ne synojmë të parafrojmë me skemat që aplikohen në vendet e Bashkimit Evropian. Brenda vitit, Rama deklaroi se fermerët do të kenë në dispozicion edhe Bankën Shqiptare të Zhvillimit, një institucion financiar që do të ketë në fokus kreditimin e sektorëve të nënfinancuar, ku bën pjesë edhe bujqësia.